Moti i mirë dhe temperaturat e përmirësuara në pranverë kanë sjellë qytetit të Vlorës gjallërinë e munguar, dikush për shëtitje nga deti, disa për aktivitet fizik dhe shumë të tjerë për kafe në shëtitoren lungomare. Sipas vlonjatëve, moti i mirë dhe temperaturat kanë bërë qytetit kthehen jetës së tyre në normalitet duke shijuar Bregdetin. Temperaturat e larta sipas qytetarëve kanë sjellë drejt Vlorës edhe pushues vendas për të kaluar fundjavën. Për pensionistët, mundësitë që të kalojnë fundjavën janë të pakta ndaj çdo gjë lidhet me detin. Në Vimësi temperaturat parashikohen më të përmirësuara dhe thuhet se drejt Vlorës do të vinë me qindra turistë duke e kthyer në epiqendrën e turizmit. Po shumë mirë, duke shikoni gjallëri gjithandaj. Po patjetër që merr gjallëri, shikojmë, po vetëm se mbi 50 vjeç e lartë janë. Nga ju e nuk shikojmë. Nuk para ka. Janë gjitha moshat mëdha. Po temperatura normale janë tani për stinën. Temperatura 6-17 gradë është normale, kështu që nuk bedlla fare. Po nuk diskutohet që e ka dhënë qetësia as bedlla fare që e ka dhënë. Dhe njerëzit ndihen atë jetën e tyre të përditshme, ndihen të qetë edhe unë eci nga se rrinë hyrje të qytetit unë dhe alvis herë me këmbë herë kështu, pim dhe na një kafe, bëjmë na një muhabet në të moshave të pensionit. Shumë i bukur, shumë i mirë. Ka gjallëri gjatë fundjavës? Ka gjallëri, da vjen edhe nga jashtë, është qytet i bukur, qytet i mirë. Keni zgjedhur të bëni ecje në Lungomarës? Do? Ecje. Ecjen, që e bëj unë jam 90 sa vjeç. Edhe bëj në këmbë, ka bajtur bicikleta deri tani edhe deti këtu, që ka bërë plazh. Po qyteti ynë është edhe qytet i bukur është, po është edhe i ngrohtë. Do me thënë këtu nuk ndihet se është dimër apo është garë. Këtu gjiro, pensionist jam, 72 vjeç. Ja, shikoni vetë, tani ka filluar gjallërimi. Shumë mirë temperatura, po Bregdet këtu. Po t'jemi ande në Korça, se këtu në këtë orë nuk kishte njëri. Tani gjallëror, lëvizin, bëj. Mo që do vi, shumë do ketë turistë, këtu mbushet plot. Se vlonjat s'ka më këtu, vlonjat ka një kur vinë atë në jashtë. Fundjava shumë e bukur, pak koha sot si kur na zhgënjeu, me gjitha të kënaqur jemi, buzdetit jemi, drekën e bëm, dhe tani... Po, si gjithnjë do ulem të pidojnë gjithë dhe ka lëvizje. Ka lëvizje, po si duket në këto orë njerëzit i merren jo me gatime, jo me gjëra ose me pazare, se shtun e diel. Ka vinë veçarisht, ne i themi nga ujtë e ftohtë dhe lartë, ka më gjallëri, klima është më e pastër, andej dihet, hotele, restorante, do ketë më shumë. Pastaj neve jemi që strëmbemi, kështu që le të bjerë mbas si shi dhe borë, jeta vazhdon. Njeriu e menaxhon kohën për çdo gjë. Me përmirësimin e temperaturave, qyteti i Vlorës është kthyer në vëmendjen e qindra vizitorëve vendas, të cilët e kanë zgjedhur për të kaluar fundjavën. Nuk mungojnë padyshim as turistët e huaj që kanë prenotuar në qytetin e Vlorës.